Halli më i madh i drejtuesve politik të qaqeve, kryetarëve të degëve dhe ndonjë deputeti nuk ishte a fiton doktori, se diesh ajo punë, kandidaturë vetme, por nuk gjejnë njerëz për të çuar në qendrat e votimit. Dhe merrnin në telefon njëri tjetrin se si të bëjmë, si ta justifikojmë gjithë të pabesit madhe që po na bëjnë demokratët. Ne kemi punuar me ta, ne kemi privilegje dhe ata janë detyruar të na ndjekin pas. Por në fakt demokratët jo që nuk i ndoqën, por e përbuzën këtë farës. Atëherë si të veprojmë? Ja po ju jap një ide, tha njëri. Në qoftë se kanë votuar 35 veta, shtoi një tresh para dhe bëje 335. Në qoftë se kanë votuar 40 veta, shtoi një 4 para dhe bëje 440. I bëri një pyetje njëri, po sikur të ketë votuar 49, atëherë anon nga 500-ja, prandaj shtoi një 5 e të bëhet 549. E kështu shkoi dje në të gjithë Shqipërinë, kush e kush t'i duket që doktorit se kemi sjell sa më shumë njerëz. Në fakt merita e tyre ishte se kush shkroi më shumë në proces verbal. Vazhdoni se e keni mirë këtë situatë, kështu dhe mundim qeverinë e korruptuar me njerëz të cilët vinë nga korrupsioni. Të themi është e turpshme, nuk kemi pse, se ju nuk keni turp. Të themi është e paligjshme, ju me paligjshmërinë jeni mësuar. Madje miratoni një ligj legalizimi dhe legalizoni çdo parregullsi, çdo vjedhje, çdo farsë që bëni një herë në 2 apo 4 vjet. Dhe kam bindjen e plot se në vitin 2027 dihet që bashkiet do t'i fitoni gjitha, por në 2029 keni për të fituar një mandat kushtetues. Pra, të keni fuqi dhe të ndryshoni kushtetutën. Bravo ju shoh. Esni se jeni në rrugën e duhur.